Alma dhe sot kam bler një furnizim pajisje për kuzhinën. Është një dyqan këtu në Durrës dhe duke qenë se sot kisha pak kohë të lirë, vendosa të shkoj dhe të blej disa gjëra që më duheshin për shtëpi. Ishin të gjitha me 150 lekë, do me thënë 1500 lekë të vjetra. Atëhere, ua tregoj me njëherë. Filloj me produktin e parë. Atëhere, është ky seti me këto lugët e drurit, ose më saktë, këto nuk janë material druri, janë bambu, por për 1500 lekë të vjetra, ose 150 lekë të reja, mendova pse jo t'i marr, duken bukur dhe besoj që nuk është mos jam në një cilësi shumë e mirë, por që disa herë do përdoren për kuzhinën. Atëherë vazhdojmë me produktin tjetër. Kam bler këtë seti plastik, janë me këto format për të bërë biskota. Format janë këto këtu mbrapa, janë me yllin e detit, peshk, dhe do ishte diçka e bukur që një ditë unë të bëja një video me Brajdenin si bëjmë me biskotat së bashku. Duke qenë se Brajdeni është një fëmijë që ka shumë qejf kuzhinën dhe shpesh më kërkon që të gatojmë bashkë ëmbëlsira. Atëherë, produkti tjetër është kjo gryrsja plastike për perimet, kastraveca, sallatë, për të bërë këto sallatra, dhe unë e kam një që është elektrike, por kjo besoj që është më praktike, thjesht gryn produktet edhe brenda ketasi janë gati për t'i përdorur. Atëherë, vazhdojmë me produktin e radhës. Kam marrë këto 2 tasat, dizajni i tyre shumë i bukur, dhe për 1500 lekë sopa ja blejnë. Faktikisht këto ishin 2 të fundit, se do kisha marrë më shumë, se mund t'i përdorësh edhe për supë, por unë e mora kryesisht për fëmijët në mëngjes kur shkojnë për në shkollë për të konsumuar drithra ose biskota me qumësh. Kështu që besoj që ja blejnë. Produkti radhës janë këto. Janë 4 copë nga këto mbajtëset e gotave për të vendosur në tavolinë. Për figurante dhe besoj që do duken bukur në tavolinë. Këto ishin 500 lekë të vjetra copa, ose 50 lekë ndryshe. Ishin të lezetshëm. Të 4 këto i mora për 200 lekë. Këta 2 tasat e radhës ishin shumë të bukur, ngjyra, o zot, fantastike, thjesht mora 2, kur pinë qumshin fëmijët në mëngjes, por do të kisha marrë më shumë dhe do shkoj prapë të marrë sërish të tjerë. Ishin shumë të bukur, shipe. Për 1500 lekë copa, janë shumë të bukur. Atëherë, produkti i radhës janë këto, është ky seti me këto 3 tavat e vogla për ëmbëlsirë. Atëherë, secila nga këto kushton të 1500 lekë dhe unë e mora kur të gjithë si set, dhe kur bën tortat që t'i kesh forma më e madhe te forma më e vogël. Ja, tregoj kështu. Materiali nuk është më i mirë i mundshëm, por gjithsesi këto përpjekje vendosen me letër brenda, kështu që do ngjisin. Atëherë, produkti radhës janë këto 2 tasat, mini tasat e vegjël, edhe këto ishin shumë të bukur, edhe për ngjyrat, shkojnë shumë me njëra tjetrën si ngjyra, dhe i mora kryesisht për këto salcat. Ja blejnë edhe këto shumë më pëlqyen dhe i mora. Atëherë, produkti tjetër është sërish tavë përpjekje për ëmbëlsira, kryesisht për të bërë kekun, dhe besoj që bashkë me këto i plotësova si set. Kështu që duhet vetëm koha e lirë për të gatuar, për të bërë ëmbëlsira në ditët në vazhdim. Morëm një mbajtëse letrash për në tavolinë,
kishte këtë home dhe më pëlqeu. E kisha një të tillë, por kur shikon diçka të bukur, e bën për herë të dytë. Produkte rallës janë këto kubat e akullit për në frigorifer. Morën të forma të ndryshme. Atëherë, unë jam me origjinë nga Mallakastra, nuk e di nëse e kam folur te videot e para dhe kur na vin miku në shtëpi, kryesisht për moshat e vjetra, moshat e reja kryesisht preferojnë të pjetë e kohës tani, kurse moshat e vjetra raki. Shumica e shqiptarëve pse që e kanë tradit, kjo kur vin miku në shtëpi shërbehet raki. Kështu që i pash të gotat e rakis dhe më pëlqyen dhe i mora. Produkti tjetër është edhe kjo pjata për të vendosur për antipast, ndoshta nuk është shumë e madhe, reali është shumë i mirë dhe pash. Vendosa ta mirë, më duket diçka e këndshme dhe e mora. Atëherë, që po t'rregoj shpejt e shpejt, rarësin e vezëve, produkti tjetër. Kjo për hudrat, kjo produkti që shërben për hudrat, unë kam bestime i për hudrat, sepse më duket se mban duar tera, gjatë gjithë ditës, kështu që mora këtë. Nuk e di pse nuk e kisha një të tillë, sa është diçka që sa herë që kam shkuar kam harruar për me marrë, kështu që kësaj radhe i thira mendjes dhe mora. Grirse, patate, karote. Ky seti këtu që i ka të gjitha këto për me grirë, gjithsesi unë për të grirë pataten gjithmonë përdor thikën. Kjo ka dhe këtë thikën, por nuk e di sa funksionale do jetë, kështu që it's okay. Dhe produktet e fundit për të bërë bërzolla, biftek, ky rarsi mishit që besoj që është i mirë. Edhe kjo nga rushtja për gjella. Atëherë kjo ishte edhe video ime për sot, shpresoj t'ju ketë pëlqyer dhe shihemi te video e radhës.